ju sfidoj, bëjeni narkotestin. Sot, një për rreziqeve serioze të sigurisë kombëtare është shpërndarja e drogave në për shkolla, në për rrugë, në ambiente të ndryshme. Dhe për këtë flisnin me prindërit, të cilët zgjohen në mëngjes e binë në mbrëmje me shqetësimin serioz, nëse fëmijët e tyre do të rëmbehen nga drogat. Shteti ka përgjegjësi për luftimin e drogave. Dhe shteti ka shumë institucione të cilat e kanë përgjegjësi për ta kryer këtë punë. Por mbi të gjitha, është një institucion që është përgjegjës edhe për zhvillimin e politikave, por edhe për dhënien e shembullit personal. Dhe ky institucion është Qeveria e Republikës Kosovës. Pra, po i sfidoj, bëheni narkotestin, jo pse po paragjykoj diçka, por sepse kërkoj dhe ju sfidoj që ju t'jepni shembullin se jeni të vërtet në luftën kundër drogave. Këtë çështje nuk po e ngris për herë të parë. 3 vjet më herë, të njëjtën kërkesë kam pasur. Atëherë ndoshta dikush ka menduar se është vetëm për debat publik. Po, u bë shumë debat publik për këtë. Por, unë nuk harroj. Dhe po e rikthej sot në ditën kur jam certifikuar si deputet i Kuvendit të Kosovës. Unë nuk flas me fjalë zbrasta, sot publikisht. Po e ja para jush rezultatin që e kam bërë në QKUK me datën 23 qershor. Pra, pak ditë pas zgjedhjeve dhe pak ditë para certifikimit. Këto janë rezultatet. Normalisht, në mënyrë të plotë e pastër. Por arsyeja pse e kam bërë dhe kam filluar nga vetja, është që t'ju them gjithë juve pushtetarëve, edhe nëse jeni të pastër, nuk është keq ta jepni shembullin, sepse ju jeni përgjegjësi për të luftuar drogat në Kosovë.